sigurimeve në punë. Nëse del që këta punëtorë kanë qenë të regjistruar dhe se rasti njihet si aksident në punë, sistemi austriak i sigurimit të aksidenteve parasheh pagesa për të mbijetuarit dhe gjithashtu edhe rent për të afërmit, përfshirë bashkëshortët dhe fëmijët, ndërsa gjithashtu sipas legjislacionit ka edhe detyrime për raportimin e aksidentit në punë dhe masat pasuese të siguruesit. Po nëse del që punëtorët nuk kanë qenë të regjistruar dhe duhemi me theksu që kryesisht punëtorët migrantë që punojnë në këtë lloj pune, kryesisht janë të paregjistruar. Atëherë përgjegjësia e shtetit austriak bëhet edhe më e mpret, kanë legjislacion shumë të qartë në këtë drejtim. Shteti duhet me vepru në disa drejtime, me ndëshku administrativisht dhe penalisht përgjegjësit, me siguru që familjet mos mbeten pa qasje në drejtësi veç pse ka pasur parregullsi nga ana e punëdhënësit, edhe duhen me pra e gjithë përgjegjësia bie mbi kompaninë në këtë rast. Po, mbi kompaninë gjithmonë bjen mbi kompaninë, nga se kompania është e obliguar me ofru kontratën e punës edhe me regjistru punëtorin e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme me u thonë që një sistem serioz nuk ndalon te konstatimi i shkeljes, ai duhet me siguru që familja të mos paguajë çmimin e dështimit të punëdhënësit. Me qenë se një nga temat kryesore ndoshta që kohëve të fundit IKS ka trajtuar është çështja punëtorëve migrantë. Në këtë rast po do të flasim për punëtorët migrantë shqiptar të cilët punësohen në vendet e huaja, pra ku kërkojnë jetë më të mirë. Pra, zakonisht mendohet edhe siguria e punës, pra siguria e vendeve të punës. Sa janë të sigurta vendet e punës në të cilat punësohen punëtorët migrantë shqiptar? Nuk do të ishte korrekte me thonë që gjitha vendet e punës ku angazhohen punëtorët migrantë kosovar janë të pasigurta, por është e drejtë me thonë se migrantët përqendrohen shpesh në sektor me rrezik më të lartë si ndërtim, logjistik, prodhim apo punë fizike intensive, punë sezonale, edhe shpesh në struktura me nën kontraktim. Pikërisht këto janë segmentet ku rreziku objektiv është më i madh dhe ku kapaciteti i punëtorëve